محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij i fundit. Të nderuar dhe besimtar, Allah na ka mësuar në Kur'an që të jetojmë në bazë të rregullave, të cilat e organizojnë dhe rregullojnë jetën tonë. Besimtari jeton në bazë të konfirmimeve, bindjeve që e ndërtojnë zemrën e tij. Nuk është kundërthënës, nuk e kundërshton fjala e tij veprën e tij. Andaj sa më tepër i bindet udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall është më i kompletuar. Sa më tepër del nga këto udhëzime është kundërthënës dhe është i shturur dhe i shfrenuar. Allahu xhallahu ala ndihmon njeriu në forma të ndryshme që të jetë i kompletuar, të ngritet dhe ta realizon qëllimin e krijimit të tij. Prandaj kalojmë nëpër situata të ndryshme, nëpër ditë, javë, muaj, sezone, periudha të lloj-llojshme ku në gjitha këtu e shprehim për kushtimin tonë dhe Allahut të mënduar. E shprehim kompaktësinë tonë dhe përputhje mes fjalëve dhe veprave tona. Dhe kjo është e kërkuar që mos ketë shpërputhje mes asaj që themi dhe mes asaj që ne e veprojmë dhe e jetojmë. Për të garantuar një kompaktësi të kësaj natyre, për të garantuar një kompletim të ndonjë i cili garanton një përputhje perfekte mes fjalës dhe veprës, mes dëshmisë dhe praktikës, duhet të kemi parasysh disa rregulla të rëndësishme që kanë të bëjnë edhe me gjendjen tonë pas Ramazanit, por edhe me jetën tonë në përgjithësi. Të nderuar vëllezër, Kur'ani i ka ofruar njerëzimit përgjigje të rëndësishme, përgjigje jetike për shumë dilema që e brejnë ndërgjegjen dhe natyrën e njeriut. Nga më të rëndësishme është realisht ajo që ka të bëjë me jetën e tij. Çka është kjo jetë? Realiteti i kësaj jete, qëllimi i kësaj jete. Ka shumë pyetje që ngrihen sot, por nuk marrin përgjigjen e duhur. Islami na ka mësuar se jeta e njeriut është një përgjegjësi që Allahu te barekuhu teala e ngarkon njeriu me të dhe mbi bazën e kësaj përgjegjësie e privilegjon njeriu dhe i garantoi e përsi mbi gjitha krijesat e tjera. Mirë po, njeriu duhet ta mirëmban këtë përsi dhe duhet t'i përgjigjë kësaj përgjegjësie përmes asaj që quhet adhurim. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinet dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, posa të më adhurojnë mua. Andaj rregulli i parë që garanton një lloj kompaktësie, një përputhje mes fjalëve dhe veprave është bindja jonë se adhurimi ndaj Allahut mënduar nuk ndërlidhet me njeri, nuk ndërlidhet me kohë, nuk ndërlidhet me situatë, nuk ndërlidhet me gjendje, nuk ndërlidhet me vend, por ndërlidhet me vetë jetën. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Zotin adhuroje para se i gjallë, sa të ke jetë. Prandaj adhurimin ndaj Allahut mënduar të ndërlozë nuk ndërlidhet me asgjë tjetër përse me frymën që ti e nxjerr nga goja jote, nga jeta që ti e gëzon mbi sipërfaqen e tokës. Prandaj me përfundimin e jetës përfundon edhe misioni i adhurimit. Përndryshe gjithmonë mbetet përgjegjësia e adhurimit e lidhur për qafën e njeriu të gjallë derisa ai të varroset në barkun e tokës që deri dikur ka jetuar mbi sipërfaqen e saj. Adhurimi jonë ndaj Allahut nuk lidhet me Muhamedit alayhi salatu wasalam, me që e ka vdekur, sheku me radhë, nëse ne vazhdojmë Allahun të adhurojmë. Dhe kjo është e përgjigjeja e Ebu Bekrit, ku disa nga besimtarët u hutuan, u çorientuan
në ditën kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wasallam. Çfarë u tha Abu Bekri? Ai i kompletuari, ai i përkryeri në aspekte dhe nivel njerëzor, ai që njehte këtë vërtet më së miri u tha: "Men kan ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat." Kush e ka adhuru Muhammedin, ka vdek Muhammedi. "Wa man kan ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." E ai që e ka adhuru Allahun, ta din se Allah është i gjallë dhe nuk vdes. Andaj, kur është që të vdes, kur është që të shkan nga dunjaja, ne vazhdojmë adhurimin me Allahun xhallal xhelalu dhe ndaj Allahut mënduar. Shkon Ramazani, vazhdojmë adhurimin. Jemi në qabe, kthehemi në shtëpinë tonë, vazhdojmë adhurimin. Nuk ndëlit adhurimi jonë ndaj Allahut as me qabe, as me Muhammedin alayhi salatu wasallam, as me Ramazan, as me asgjë. Ndëlit me raportin tonë me Zotin xhallal xhelalu, i cili është i gjallë për asë e iminet të gjallë. A dhe kjo realitet, kjo fakt, kjo kuptim të ndërëzër e bënë besimtar gjithë më tjetë në përputhje me atë që ka thënë dhe atë që e vepran. E dyta, i përgjigjemi thirrjeve të besimit. Kemi agjeruar një muj ditë, veç për shkak se kemi dëgju një thirrje. Ajo thirrje ka qenë: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjerimi. Në ka thirë Allahu në emër të besimit dhe jemi përgjigj. Andaj të ndrozër, nuk është përgjigja e ndëlidhur me agjerimin, por përgjigja është e ndëlidhur me besimin. Prandaj, agjeruam apo nuk agjeruam, nuk ka më rëndësi. Është Ramazan apo nuk ka Ramazan, nuk ka më rëndësi. E rëndësishme është se a je musliman apo nuk je musliman, a je besimtar apo nuk je besimtar. E për atë sa je musliman, ti përgjigjesh thirrjeve të Zotit që ke besuar te. Nga se përgjigja jon nuk ndëlidhet me vend, as me kohë, e as me sezon, por ndëlidhet me besim. Për atë sa kemi besim, i përgjigjem Allahu të mënduar. Nga se Allah kështu tha: Ja ejuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. O ju që keni besuar, përgjigjeni, shikoni, në thërët Allahu xhallahu ala, ti përgjigjemi Allahut në emër të shkafit, në emër të besimit, jo në emër të situatës, jo në emër të periudhës, jo në emër të datave të caktuara, po në emër të besimit. Prandaj, ne Allahut i përgjigjemi gjithmonë për atë se jemi besimtar, e ne duhet jemi besimtar deri në fund. Nga se Allahu tha: Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mos vdesni ndryshe pasi musliman. Prandaj, për atë se jemi gjallë, përgjigjemi, nga se për atë se jemi gjallë duhet jemi musliman. Këto kuptime janë të rëndësishme, nga se mbi këto baza besimtari e ndërton jetën e tij dhe me këto udhëzime e organizon jetën e tij. Jam i gjallë, adhuroj Allahun e mënduar. Besoj në Allahun, i përgjigjem thirrjes së tij. Kuptimi i tretë ndrozë që duhet ta kemi parasysh është një kuptim që në kohët e fundit është i zbehur, ndërsa në kohët e hershme ka qenë shumë aktiv dhe i ndezur. Cë është ai kuptim? Aliu radiallahu ta'ala anhu ka thënë: në kohën tonë, në cilën kohë? Në kohën e Muhammedit alayhi salatu wasallam, në kohën e brezit më të mirë, më të devotshëm, më të sinqert, më të përkushtuar. Në kohën tonë thotë kishim brengë, gajle, pranimin, jo zbatimin. Ata nuk e kishin gale ti përgjigj në Allah të mënduar, nga se këtë punë e kishin të kryer. Me vendimin e prerë se kemi besu në Allahun xhallahu ala. Andaj ky vendim se kemi besu në Allahun xhallahu ala përfshinte edhe ti përgjigjemi Allahut sa ai na thret. Mirë, brenga e tyre ku ishte ndëridhur? A jemi përgjigjur si duhet? Brenga e pranimit dhe kujdesi i investimit. Prandaj të ndrozër, ti ju ke përgjigjë Allahut në Ramazan, ke investuar me lodhje, me mund, me braktisje të ushqimit e të pijes, ndoshta me pagjumësi, e me shumë tjera sakrifica, edhe në aspektin shpirtënor, edhe atë fizik, trupor, pa atë material, duke dhënë, e kontribuar, është një investim. Prandaj, besimtari duhet me rrugë këtë investim deri në dorëzim. Deri në dorëzim. E dorëzimi ende nuk është bërë. Dorëzimi bëhet kur dorëzohet shpirti. Ti ja dorëzon Allahut fletorin e punëve tua, mua ditë kur ja dorëzon shpirtin Allahu xhallahu xhelaluhu. Fletura që në te ke shkruar jetën tënde, ke shkruar biografinë tënde, ke shkruar suksesin e dështimin tënd, në atë fletore.
vazhdon me shku ende. Vazhdon ende me shku. Prandaj të ndërvëzër, kujdesi për investimin dhe brenga e pranimit na bën që të vazhdojmë tutje. Për faktin se nëse ka pas lëshime në pranim të agjerimit, nëse ndoshta s'u pranu më së miri, vazhdojmë ta plotësojmë këtë bashkëtok me punë tjera, që gjithmonë të jemi më të mirë. Kjo është mendësia e besimtarit. Kjo është qasja e tij, karshi vazhdimësisë. Vazhdimësia motivohet tek ai mbi bazën e investimit të bërë dhe brengës së pranimit. Në luftën e Uhudit, sikur se e kemi përmendur disa herë, por është rast shumë domethënës, kuptim plot, frymëzues. Posa u praplami se ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Domethënë është vrarë. Disa njerëz u zhgënjyen. Sikur se hedhën në parë që përmendëm. Një burr i mençur, i formuar, një besimtar i mirë, Anas ibn Nadr, kur i pan këtë gjendje, çfarë u tha? Thënë se ka vdek pejgamberi, grit në vazhdoni edhe ju pra të vdesni në atë që i vdeq. Domethënë, nëse e përfundoj, ju ende si keni përfunduar. Ju ende jeni në ecuri e sipër, jeni në lëvizje e sipër, prandaj vazhdoni lëvizjen në frymën e asaj që ai e vazhdoi deri në fund, nëse ka vdekur. E ai nuk është vdekur. Prandaj në të njëjtën frymë, në të njëjtat binare, që ka ecë në Ramazan, vazhdo, nga se treni i jetës së ende nuk është ndalë. Fletura ende është e hapur, mundësia e përmirësimit ende ekziston. Goma me cilën kemi i shly shkarravinet e jetës tënde, ende është në dorën tënde. Prandaj, shuzoj mundësinë, vazhdo tutje, deri në fund, nga se nuk dihet cila do të jetë ajo më e mira që me te Allah ka me të shpërbly. Besimtari garanton vazhdimësi dhe motivohet, gjithmonë jetë më i mirë, mbi bazën edhe të këtij kuptimi që thash, brengës së pranimit dhe ruajtjes së investimit. Dhe e fundi për këtë pjesë që dua të them të ndrozur nga kuptimet e rëndësishme që besimtari përmes tyre e mirëmban tempon dhe dinamikën e ecjes tek Allahu te barekuhu teala. Garanton vazhdimësi dhe motivohet gjithmonë që të jetë më i mirë. Nga kuptimet që këtë e garantojnë dhe këtë e mundsojnë është edhe falëndërimi për mundësinë garanton vazhdimësinë. Allahu ta ka mundsuar më agjëru. Allahu ta ka mundsuar që një muaj të plot Ramazan ta kesh tashmë të deponuar në punët e tua të mira. A e din çka do të thonë kjo? Është një begati marrëmendse, është një begati që nuk ja din vlerën kush pas Allahut të mënduar dhe ti kur ditën e gjykimit për të shpërblesh. Ato von nga falëndërimi është të shkputesh, të largohesh apo të vazhdosh. Vazhdosh më mirë. Falëndërimi për mundësinë është përgjigjja përmes vazhdimësisë. Nëse dikush të ka ndihmu, të rgjet, dush me dëshmu me punë mira se ja ka vlemu të mu gjetë për ty, ja ka vlemu ljotë për ty. Disa u thanë një udhtim të tyre përmes detit, u ballavaçuar me disa valë që goditën anin e tyne. Një njëri ishte duke shikuar në deti dhe në goditën e valëve rrëshqiti nga anija dhe ranë deti. Njëri nga të guximshmit udhëtar mori një gomë dhe u hadh në deti me e shpëtu. E shpëtoi, dashti Zotit e nxori nga deti dhe e ktheu në anije prap, e ktheu në jetë prap me lidhje të manduar. Njeriu pas sa mori veten pak, u këndell, shkoi me e falëru njërin e i tha: "Shumë faleminderit për këtë kontribut, shumë faleminderit që më gjinde." Çfarë tha ky njeri i mëshëm? Ky krahas është i guximshëm, është i mëshëm. Tha: "Dëshmoje me jetën tënde se ja ka vlet për ty më u gjujt në deti." Domthon tregon se i miri ja ka vlet. Mos ta bë me ra pishman që kra internu për ty. Prandaj vazhdo më tregu se ja ka vlet me ta mundsu me agjëru. Ja ka vlet me ta mundsu me e falë të ravin, sabahun, punët e tjera, të regau i zedhshëm, i përkushtuar, duke e falëru Allahun xhallahu për mundësin që të dha. E të thuash Allahu xhallahu ala se tash e tutje më ndryshe, pasi më nderove, edhe unë do të vazhdoj me adhurimin, do të vazhdoj me përkushtimin. Prandaj të ndërrudhë vazhdimësia është tregues i falërimit. Vazhdimësia është shpërfaqje e mirënjohjes ndaj Allahut për mundësinë e agjërimit, që sikur që përmenda është shumë domethënëse, është shumë e rëndësishme një Ramazan më shumë në
veprat e tua të mira, Allahu na pranoft e Allahu na dhash sukses e mundësi që të vazhdojmë tutje edhe me Ramazan të tjerë dhe punë të mira deri në takim me Allahun e mënduar. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndërlozër, kuptimet e njeriu të ato që realisht e orienton jetën e tij. Njeriu në bazë të kuptimeve i ka të organizuara edhe veprimet e tij. Prandaj, sa më të fuqishme, sa më përmbajtësore, sa më të sakta kuptimet, ashtu do të jenë edhe veprimet edhe jeta e tij në përgjithësi. Prandaj kuptimet që i përmendim më tani janë elementare, janë bazike, shumë të rëndësishme për jetën tonë, për organizimin e jetës tonë, me çka duhet me mbush në jetën tonë. Adhurimi ndërlidhet me jetën, jo me situatën me njeriu. Sa ti je gjallë, adhurojmë. Dhe gjithashtu të ndërlozër, i përgjigjemi thirrjeve të besimit. Sa na thet besimi, ne përgjigjemi. Jo kur na thet koha dhe periudha dhe vendi, por besimin Allah xhallahu ala. Brenga e pranimit dhe kujdesi për investimin, janë ato të cilat na mundsojnë që të jemi aktiv dhe të përpiqemi gjithmonë për më mirë, që çdo boshtë këtë lëmbrapa ta plotësojmë në të ardhmen tonë. Dhe e fundi që përmend është mundësia që Allahu ta ka më bëni punë të mirë, është më vërtet begati e madhe. Dëshmoja se e ke merituar me vazhdimsinë tënde në përkushtim ende më të zellshëm, edhe më të sinqert, më të vërtet, më tutje, nuk e falëruar Allahun te barekuta për mundësinë, këtë falërim duke dëshmuar edhe me vazhdimsinë. Dhe e fundit të ndërlozër është një rregull që Zoti e ka pranuar në Kur'an, e që mbi bazë të rregullit jeta ndërtohet dhe jeta organizohet. Ai rregull është se në këtë jetë të ndërlozër nuk ka ndalje. Edhe kur je duke ndaj tash jeta po ec. Apo nuk mundesh me nal kohën, nuk mundesh me nal jetën edhe kur je në gjumë. Ti flan, ti rrin ulur, ti mund të pushash, por jeta ec. Vazhdon tutje. Prandaj nuk është kalimi i jetës i kurzuar me ecën. Në kuptim të asaj që ai që rrin jeton magat, si jeta është ndal. Jo, ai ec tutje. Pavarësisht ti arrin apo nuk rrin. Do më thonë ti ose je në avancim, ose je në degradim. Ose je në përparim, ose je në zbrapsje. Ska ndalje, kjo rregull. Allahu thali men sha minkum men yataqaddama aw yata'akhkhar. Mundsinë ka njeriu ose të ecë përpara, ose të shkon mbrapa. Ti me Ramazan ke ecë përpara, ke shku tutje. Mos lejo më zbrapsmo. Mos lejo më ra më poshtë, por vazhdo tutje më lart e më lart që mbi Ramazanin të vazhdosh tutje e jo në Ramazan. Mos lejo që Ramazani i ardhshëm me gjetë në të njëjtën pikë që të ka gjetë Ramazani i këtij viti, nga se kjo është humbi dhe dështim. Prandaj ajo që e motivon besimtarin që të jetë në përputhje fjala e tij me veprat e tij dhe të vazhdon gjithmonë të jetë i kompletuar në këtë frymë është rregulli i jetës o përpara o mbrapa. S'ka ndalje. Prandaj përpara dhe gjithmonë përpara, gjithmonë çdo ditë më të mirë se dje që kemi qenë, më dishëm se dje që kemi qenë, më devotshëm se dje që kemi qenë, e gjithmonë. Bëne rregull tjetër se çdo ditë të shtosh diçka interesante, të mirë në jetën tënde. Qof një porosi, qof një mësim, qof një udhëzim, qof një veprim, çka do qoftë, por trego se i gjallë e i gjalli bën punë të vazhdueshme e gjithmonë në shtim e sipër, ndërsa i vdekuri është ndala ditë kur është ndala edhe jeta e tij. Prandaj vazhdimësia duhet të ndërtohet në bazën e këtij kuptimi se o vazhdojmë përpara me përparim, o vazhdojmë përpara, por me zbrapsje dhe degradim e zhgënim, Allahu na ruaj. Prandaj të ndërlozër, kujtimi të Ramazanit duhet të mbeten të gjalla në kokën tonë. Edhe pse ai ka shkuar, duhet të mbetemi të lidhur me mësimet e tij, me porositë dhe përfitimet që i morëm këtë muaj, që të garantojmë pastaj edhe një vazhdimsi të sinqertë dhe cilësore dhe përmbajtësore deri në takim me Allahun e mënduar. Allahu na i fal mëkatet tona, na përmirësoj gjendjen tonë. Allah na mësoj që ta adhurojmë sa të jemi gjallë. Të përgjigjemi gjithmonë thirrjeve që Allahu na thret në emër të besimit. Allah na mësoj që ta kemi breng raport me Allahun, ta kemi galje
çdo çështje që na e prish, apo na e rënon, apo na e zbe raportin me Allahun xhallahu ala, nga se kjo është brenga e muslimanit, a thu vallë si kam punë me Allahun. Allah na bërë falërues për çdo mirësi dhe çdo mundësi që ai na jep, na mëson që ta kthejmë në zotshmëri të adhurimit, të punëve të mira edhe të pendimit. Dhe Allah na mëson që ti me gjithmonë të shku përpara, kuptim të ngritjes, kuptim të arritjes, kuptim të zhvillimit, e asnjëherë sa më shumë jeta ne të jemi në zbrapsje mrapa Allahu na ruaj. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, më i miri për ju është ai që jeta e tij zgjatet dhe punët e mira ti shtohen. Shiko, sa më shumë ka jetë, më shumë bën punë të mira. Ç'ky është i miri? Ndërsa tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kjo është e rrezikshme. Nëse më i keq është ai që sa më shumë vjet bën, më shumë keq bën. Allahu na ruaj. Në mëzëllat që të pendohemi sinqerisht dhe çdo ditë e kësaj jetë të jetë një jetë e pasur, e begat, e mbushur punë të mira dhe me kontribut, edhe në raport të mirëmbajtjes, raporte me Allahun, po edhe në raport të mirëmbajtjes, raporte mes vete. Allahu i ndihmoft të gjithëve që janë në kriza e në telashe në probleme. Allahu i shëroft të smurit tanë. Allahu xhallahu ala pajtoft mes të acaruarve që janë në mesin tonë. Allahu e kthef dashnin, respektin në mesin e familjeve tona. E i mëshiroft Allahu të vdekurit tanë, e zbashku me ta që na mungojnë shumë sot në jetën tonë, na bashkoft Allahu në xhenetin e përjetësisë ku nuk ka ndarje dhe nuk ka pikëllim me as mërzi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.